Ky podcast mundësohet nga Fiberal, GMS Equity, IBC Telecom, VC Shop, Uila Ithiza, JT's Group, Salon Vogue. Seks. Faleminderit. Sa me provu? E madhja Rita Gjeka. Gjeta dhe shumë faleminderit për këtë titullim, se gati e kisha harru. Faleminderit që ardhe herë në podcast, se shumë e vështirë ishte me Gjetë. Unë nuk besoj sa është ka që vështirë, ide me më thamë me një klik. Me një klik. Për ju vajza me një klik gjithmonë. Faleminderit. Rita, në teatër me Gjeni, bëhet një buje e madhe në 2013, vetëm për i titullit, Seks, të faleminderit sa me e provu. Pse u titullun këtë formë? Edhe Shkodra shokohet. Gjoja parë që bën Shkodra shokohet. Shkon seksi Shkodra? Se hapë Gjë interesante. Unë gjithmonë e kam spjegu edhe ndoshta tash i bjen rradha me spjegu brezit tjetër, sepse në fakt nuk është një çfaqje e marume, është një çfaqje që është prap në repertor, unë edhe Merita bradhin prap me atë, bile kena banja dy plane, por tanë filozofia është që nuk ka lidhje fare me seksin. Filozofia e këtij lloj titullit është i madhi Dario Fo, i cili ka ditë me të hek spektatorin dhe ka gjetë një mënyrë për me thanë se sa e rëndësishme është me folë për seksin. Faktikisht, mu më ka një mu shumë, shfaqja vetë, me eduku edhe vajzën teme. Dhe kja është shumë e rëndësishme për çdo nanë, që dinë s'ka ma shumë që t'jene mujnë, se ne jena të rritur ignorante, në fundit. Çdo nanë duhet me ditë se si me usjanë në fëmijën e vetë, pas një diskutim, e mund shfaqja, më ka një mu me eduku vajzën. Është diçka fantastike. Si u prit prej Shkodrës, kjo shfaqjen? Pan drejten, unë e kam krejt parasysh i tesh, edhe unë kam mësu prej datës 1 mars, deri me 8 mars, kam mësu vetëm gjysën e kësaj shfaqje, sepse në atë periudhë ishte drejtor në teatr Mondangoni. Unë edhe Merita ne ishte mush menja me e ba edhe unë kisha fillu me ba edhe thrasim Majlinda Angonin, prefekten e soqme. E thrasim e thëmë Majlinda Anikët, edhe filloj me e lezu, thot Majlinda, për kja është yll, për këta gratë, për grujat e gruja, dhe ata më kanë një muja zakonisht shumë. Sepse nuk është shfaqje e teatrit, për është jashtë teatrit. Kja është shoqata e Majlindës, që ishte, dhe më thanë, presidente ishte Majlinda në atë kohë, do të bëjmë se s'banë thot me 8 mars. Si me 8 mars ishë me 1 mars, kur nuk ka me harru. Me 1 mars 2013. Atëri hina me shumë forcë, ashtë më bëj gjysën. Edhe gjëja parë që kam thirë nipin tem, i cili ishte 17 vjeç. Lecin, kam thirë edhe kunatin, burrin e motrës, se thosha një dosha dy brezat, me Gjorgjin i kisha lidh muhabetet. Gjorgji e dite që jam të i ba, dhe Gjorgji shumë i hapur, shumë pyta i thotë më se diskuta me ba që të shte. Në momentin që Fredi më ka thanë bravo, sa është shumë edukus, edhe Leci më ka thanë halë, kja duhet mu dhanë për shkolla, aty unë kam marrë feedbackun më të rëndësishëm tjetës, po asë një diskutim, se janë dy persona të cilët edhe më donë, edhe e dinë se qëfar hapash duhet me hedhon, pas një diskutim. Unë kam shumë besim, edhe se Leci ishte 17 vjeç, unë kisha shumë besim të aji. Edhe fillova s'dita me maru, kena dhanë diku një 80 faqje. Më falin, dhe pjesa ku po shkruan momentin... Ti do t'jesh të përdhonimi, sepse ta nalen një aty, shkon dëmë të... Aja është pjesa në fakt më kulminante. Aja është pjesa më kulminante, edhe realisht është e jashtëzakonshme interpretimi. Aja është një shuplak shoqënisë tonë, e cila asnjëherë nuk reagon në raste të tilla, edhe aja është një mënyrë artistike me i tanë burrave që na rrethojnë, pa asnjë diskutim, me i thanë që shifni, qyrni me eduku fëmijët tuaj në mënyrë të tillë, që mos më rrit deri këto. Unë mendoj që një shfaqje
Lëni sa është e bukur e kena qeshina, okej, këta janë në rregull, se në fund punit, unë artiste jam, artistikisht e kam bën, nuk diskutohet. Po pa mesazh, çfaqja është asnjë, nuk duhet çfaqja, ne nuk duhet me pas asnjë çfaqje pa mesazh. As kët podcast pa mesazh na nuk duhet me pas, sepse detyra jona me dhanë mesazhet ku të jenë më të rëndësishme, ata çfarë mundën, aq sa mund. Fakt rrit, unë e konsideroj si një shfaqje me shumë vlerë, edhe edukuese, siç tha vetë. Po a mund konsiderohet gjithashtu si një shfaqje që thej ta bë monologu i parë që thej ta bën Shkodër? Unë mendoj se s'ka pas. Nuk më vjen e çuditshme fare, domethënë unë shpesh edhe në intervista të tjera tham ça lind Shkodër është e para gjithmonë. Ça do që të lejnë Shkodër, nuk diskutohet që është e para. Domethënë fillon me të mira, me jo të mira, ta kena parasysh. Ça të fillon në Shkodër pas një diskutim. Mua nuk më dukte në kushte disa çaj e madhe, nuk më dukte shumë e rëndësishme sepse i kisha një, më pëlqete edhe isha mrem. E ke përthith. Më thoshin të tjerë, është vetëm titulli, më thoshë, mos u shqetësoni, është vetëm titulli. Domethënë kam pas momente, domethënë që aty kam diftuar më shumë se gjithçka, edhe vetë rriten në atë moshën që nuk ka më nevojë për seks. Faleminderit sa më provu, ka nevojë për më thënë pse duhet me ditë ne që është seksi. Dhe unë mendoj që kam bërë një detyrë qytetare më shumë se artistike. Unë mendoj kështu. Kam nevojë me u rikthy mras në kohë. Heret në kohë në shekullin tjetër, në fund shekullin tjetër, 1988. E 88. Ai kujton Mozën. Që ka thyta bu Moza në kinematografin shqiptare, edhe Moza ka kanë Rita Gjeka, pra të roli të filmi Shkëlqimi i përkohshëm. Rita ban një puthje artistike, që në kinematografin shqiptare nuk o njifta aja. Nuk o njifta aja. Ka batika kurti me tanën para viteve, në vitet 40 dhe qa. Po, e kanë bo, por në kohën që e banë Rita, kishim regjim bajagi, shumë të fort. Edhe ndodh diqa me jetën tame, mas kësaj. Ja, unë ndodh diqa. Ndodh se mund të komentohem, nuk është si sot. Nuk është si sot komentimi, ose si kur imagjino kur komentohen sot. Unë mendoj që si me kalej sot, se mua nuk ka bë përshtypje hiç, sepse faleminderit Zotit, unë kam pas një familje, sidomos babën, shumë modern. Dhe baba jem, kur ka pa premierën, sa ta për hatër tëm, erdhe me ba dhe premierën në Shkodër, premierë të filmit, kur ka pa premierën, sepse aje dite që unë jam këta vështirësi se kisha biseduar në shtëpi, më kësy edhe më tha, po qa me kja puthje se me puth halën? Shumë shtosi. Se, kur nuk ka marru këtë fa? Do të më emocionante, më me dhe ai do të më thanë mu që mos më bajnë për shtypje, se më thanë, për me mbanë më me mirë. E kuptaj. Si që bajnë babat, dhe dinë që janë babat, se më thanë. A censurohet puthja? Moshta. Rita, a censurohet kjo puthjet gjatë filmit, kur jepet filmi më mrapa? A jepet puthja, apo censurohet? Jo, nuk non censurë, dhe më thanë. Sa censuru kur, asnjëherë. Edhe ashtu si puthja e parë, unë kam pas shumë vështirësi sepse kam pas shok klaset. E kam shok e mikë prepa sot, është një personazh shumë simpatik. Po është zotën ma shumë një koreshe, që të më thonë puthja artistike. Ti duhet edhe me provu. Ja, unë kam edhe pyetje tjetër më opa. A puthja artistike? Shumë kur bën puthje artistike. Unë mendoj se duhet me kanë një puthje që ti puth dikën që nuk të vjen me puth, po duhet me. Ashtë gati si detyrim. A nuk vjen me puth në herë? Unë nuk e di, më gjemë nuk gafë, në ku gjimullet që të dhe. A ka pas raste që të ka thonë regjizori aksion, ki me puth një njëri, edhe të ka thonë aksion stop, edhe të ki vazhdu me puthat person. Ja, për zotin. Ja, se një atëherë më kanon, nuk asë të unë kam pas një rast tjetër. Ma te për i të pjesa e teatrit. Me Vitor Bruqetin, se Vitori o zotë, si ishte. Mirë, po, a nuk linë kimi kur je të lujt një rol që pus? Jo. Linë një kimi e vërtet? Ndoshta sensuale, ja. Mundet me kanë, për shemë, unë kam pas fatin në fake madhe me pas Vitor Bruqetin me pëshiroken këtë kategori artistike njerëzësh. Ishte një moment që Vitor Bruqeti kishte me mputh. Edhe unë i thosha, ban hedreq demek.
Ai do të pa majri, një person shumë i mirë. Edhe vide, ma ngurte, tonë forte, dhe më thanë, aje bate për me më gërga mu pa diskutim, se mira ishte 2 hapa më nej. Po e bate për me u talë, edhe mund të talësh, si do më të teatr, mund është edhe mund talë me këtë gjanë sa dush. Rrit mes kinematografisë dhe teatrit, jam e sigur që rrit as gjallë teatrit. 2000 herë. 2000 herë teatrin. Pse teatrin? Sepse teatrit bën me i përjetu një artist i vërtet. Jo se nuk janë artistat vërtet ata që bëjnë filma, ose pas plas marina. Një artist i vërtet ka nevoj me i thanë emocionet e veta, ka nevoj me i thanë njët herë njëtë. Se teatri lind edhe vdes më në një asaj o regjys që ti e atje. Kurse për me bëj një film është si mini fabrik, po thona. Nuk e bëjnë mirë këtë herë ke me madhe i dubel, edhe i tjetër, edhe i tjetër. Derë që ta vash mirë. Derë që tjeti bilë regjizori se e kejta manë. Ku e kupton ri që don tamam spektatori, pra është krejt në rolin që jeti? Unë në frymë marrje, kuptoj spektator. Unë i njoh spektatorët në frymë marrje, në qeshë. Kur janë të fokusu. Unë e di. Unë gjithmonë e di, edhe pse më takon me lujt pa gjysllygëve, unë nuk shoh se e kam numrin shumë mall gjysllygëve, unë e di me sekonda se kush e ka mendën të unë dhe kush ja. Gjithmonë ka ndonjë. Gjithsesi kam vurë që shumicën, por gjithmonë mendja është tek ti. Sidomos tek këto pjesë që ti ki thy ta bo, siç janë edhe Ja, më në dramat të shkollaj, se te kush më e pas, po edhe në çfaqje tjera unë e di gjithmonë ku e ka mendën spektatori, gjithmonë. Te cili zhanër më tepër je gjetë? Me thonë drejt, unë jam dramatike edhe si karakter, edhe si vokal, jam dramatike, po ma kane shumë atë komedinë, sidomos kur vjen me lujt dramë, me lujt edhe komedi ma kane, se ka nevoj njeriu për relax. Okej, Rita, kur është ai momenti, ndoshta duhet të kthehena shumë kohë mrapa. Po, pra. Kur ti e kuptove dhe nive që mbrana tejet fshihet një art i madh, domethënë që ti je artiste, që ti je aktore. Po e kuptoj. Si e vënose me studiu për atë redime vajza ala nuk e dija jam. Po të shtë analimin formarje, ne na të ta thanë. Jo, jam të thanë tjetër gjë. Unë kam qenë shumë e vogël edhe ndjeja jeme për me dja babs, ka qenë shumë e rëndësishme që mendoj prakse tona vajzat jashtë janë. Unë dosha bu arkitekte. Mirë po, në periudhën kur kam le shumë herët, ishte dash me le këto vite për me pas pretendime me u ba qatë dosh, sepse në atë kohë nuk ke pas mundësi me u ba qatë dosh. E mund talë që një fjene për shpi pa gratë për shkat për arkitektura e do. Në arkitekturë ishte vajza për hucë. Unë ma fote mene se du më shku. Ere, okej. Mu nuk doli as për pësosi. Se më thanë, ta muhabete biografie sa për i tëj, je pa babat, bërge janë kështë muhabete që unë si përfundim se është ati që i vetëmi vend me konkurs kër nuk shkojnë njerëzit, se nuk shkoshin njerëzit në atë kohë, thote, për të zotë, në të shku vajzë për aktore. Po, nuk e në si kisha këta në shpi, në anë i fije i kishte, po baba heqë. Tho, hove, po provoj to, se nuk isha një fëmije i cili s'kishte provu me rëzitue, me u duke, me lanë name, dhe më thanë, në për datë linje, darës ma që janë ta, me lanë name, pa tjetër. Dhe shpova dhe fitova. Po mirë, po ku e kishe marrë atë spicën e aktrimit, në sensin se atëherë edhe filma s'ka po, kanë kënjë ata filmat e realizmi socialist, por sot për shkakun kena filma boll që mundesh më frymëzut. Ti ke kishe iden ju jeni shumë të reja dhe nuk e kuptoni që do të thonë me pas këtë titullin që kena natë të katërta, Shkodran. Sepse me pas titullin Shkodran, do të thonë me di ç'është teatri qysh se qilësit. Pa asë një diskutim. Unë maj mend t'y pa këshillin në nrikullave me nanin, me babel, me motër, me vlarë, 15 herë mund t'kem shku, zdigja. Ke një vajzë thjesht zakonshme, e cila është e bukur, e cila është e arritun, si e përjeton këtë humjen kaq thellë. Edhe aja e ka këtë, sepse gjdo gja lidh me Gjorgjin. I më tha baba kështu se më ka mësu baba, sepse unë e mora provimin, sepse baba më ka pas spjegu, baba ka 6 vjetë që nuk ka, ja ka spjegu atë provimin e psikologjisë, nuk e di si, po aja më dhënë se ja ka spjegu, se unë e di se baba më ka pas thonë, se kur më pa të thanë baba, se makarona t'i bënë matë mira baba. Ta në mua betet i kena me matë mira baba. Kështu që aja e thret
prezencën e Gjorgjit dhe unë mendoj që krenaria që aja ka, për që është vajza Gjorgjit, e nimon shumë. Edhe me përbalu këtë humje që nuk ka kënë fare e thjesht, aja asë njëherë nuk e ka thane, jam sot mos vjen marre pse kjanë, kështë gjanës, sepse ka ma gjithmonë demekësi e fort, se ka kënë edhe shumë e vogël, me 15 imagina qëfar fazet. Por me gjithate, ne e kena e jelërojet a i narun të dyjave, edhe unë mendoj që në në forcë për e ku ashtë. E të njëjtë gjatë duhet bëjnë dhe Franci ma me panja. Pa tjetër. Vazhdet i kina lënë pa fjallë. Se fillojmë dramen, fillojmë kështu jam unë, që ish i fërt, kja i fërt. U majta mas me kja se kam ba sytë me rimel. Ma thoj një kujtim të bukur me te, që e marë me anë dhe të kujtohet gjithë kohës. Dita kur ka mru jetë Barsmaja. Barsmaja ka ikë për kësaj botë me datën 7 nënor 2015. E u trishtu me pa masë se kishte shumë mik edhe aji. Kreu ceremonia ka kënë shtune të hanë nadë më thrasin bashki. Më thrasin bashki me një urgjencë edhe unë isha shumë i lumëtën se thash për një mojnë diqa sepse po karalejku e tjere. Edhe shkoj aty dhe me kishin ba drejtor. Mi po, Gjorgji nuk ka kanë kur dakord për këtë. Edhe unë i thamë, falë më që kryetare, po unë kam problem, se më thanë, sa është shumë e vogël Silvia, unë nuk du këtë gja, edhe Gjorgji nuk i pëlqete, nështë ta në thellësi edhe mund më kenë pëlqy mu. Po, unë kam nëjtë e argu vedit. Maj mend që ka lanë punën, kryetarja, e dite ku jam me shtëpi, edhe kena shku në shtëpi të Gjorgji. 5 hapa ishte 5 minuta. Së që i tha, së si jam ushi menen. Së di, 3 fjali ka thanë. Është ka i herë prezenca e një personi që ka një potencial shumë të madh si kryetarja e bashkisë. Aja, i dite me zgjallë fjallët, aja është një kolë betejet e jashtëzakonshme, unë kam respekt jashtëzakonisht madh. Si person, si femen, si tana, e bini. Iko, se gjithmonë ishte e Iko nëse kishte punë të veta pa asë një diskutim, edhe me i ta unë, edhe unë po marsha filxanin që i kisha ba kafe. Unë me filxan dorë, a më tharit, a shef një atë filxan? Edhe unë të thonë që gjithë këtë me thonë, që më thonë, kjo se një filxan si aj, vjen prej teatrit në shpi, një aja adera. Kur nuk kam haru këtë fjallë. Kur nuk kam haru këtë fjallë. Pra gjithmonë në note për lumëtënin tonë, se në qose nuk për note thote Ai nuk ka pas fare qef, me gjitha te e ka ledzu, që mërën dikush du të me avu shpadat ati vend fundit, dhe e ditë se sa vlerë kishte teatri për mu, se unë nuk kam shku aty për me ba drejtorin, unë kam shku me ba sheptorin dhe e kam ba shkelqyshe me menoj. I kam shërby ati vend me knaqësin më të madhe që mund të kendi, ku si shërbet shpis tane. Ma thoni një njëri që nuk i shërben një shpis, aqë ma shumë kur është, aqë po kur sa është teatri. Atë janë mirë njohësërit, për tonë atë punë që ki bo, ashtë qyteti mirë njohësë, njerëzit artistët. Unë kam një gjë shumë interesante me teatrin dhe nuk kam e haru kur. Unë kam dalë në pension me 17 ose 18 gusht. Me 3 shtator kam fillu punë viziten, që faqen tonë ma të rëndësishme. E cila po mërë tornet e botës. Absolutami, kus po shkoj me ate. Kam fillu punën dhe nuk kena pas drejtor dhe në nanor, edhe pse mu doshin edhe 2 muj, për nuk e pa u të arsysh me bashkia me Milana ata 2 muj. Atmosfera aty mu më kryote një gjanje, sepse i kisha lanë fjaren unë italianve, i kisha lidhë unë muhabetet me italian, me gjithë qak ishin tonë punë të mija, dhe kisha shumë frikë, se po më sabotohet si punë. As njëherë ma korrekt as kanë kënë punëtorë sa ta 2 muj, që unë nuk kisha drejtër. Unë veç me marë frymë me kësë i krytë kështu në kisha tanë për para, tanë gadi. Dhe kja është mirë njohje, unë nuk di me e shpërbly këtë lloj mirë njohjet. Dhe ata punëtorët e mi, me kolegët edhe punëtorët, se sa është thjesht e punëtorët, është edhe te kolegët, unë nuk kam me ditë mi thanë gadi kur faleminderit, se nuk arrin njëri jo. Kena një moment, a kena një moment ide, një moment për ta në akiset e teatrit me qenë, me në kryu i Rita Gjeken. Zemrat e mija faleminderit.
Okej, Rita, ne ka i herë këto njerëzit tonë të dashtun që nuk e kena ma, rrujmë për ty në ndoshta përveç kujtimeve që nëpërmjet kujtimeve ato nuk ikun kurrë prej nesh, por a ka Rita ndonjë relik, diçka të veçantë që rrun nga Gjorgji, diçka që e kujton? Kam rrethin e Gjorgjit, që e kam bashku me rrethin tem, edhe kem duke gjoja më rëndësishme që kam unë, se është taman rrethi martesës që nuk është infinit, s'marrën kurrë. Pra një dashni të madhe, fakta vdekja nuk e ndaka. Ja, s'ka se. Mesazhe me majtë edhe gjanë e Gjorgjit, jo vetëm rrethin e vetë, po edhe Gjorgjit. Kam edhe kështu teshat vogla, që më kame me i pas. Me i pas. Alo? Alo? Iden? Si e? Që bane? Arjola, si je? Po si e kalove? Mirë? Mirë, po te? Po, më falë, po sa mirë po të në jonë ty? Ke ndru telefonin, a? Po, më ihe mirë se i të shëndrova. Ban be, po ku e bleve? Sot po e kam blejt e visi shop. Të funajt? Ja s'ka mundësi. Të fu më një që të thash. Wow, fantastike. Qoj në përmend Einsteinin, edhe i kanë pëlqy gratë e bukura, po tjetër, kuj nuk i pëlqejnë gratë e bukura. Bashkëshorti jot, profesor matematiket, krijon një marrëdhënie të jashtëzakonshme me një artiste ma me emën në Shkodër. Si lidhet kjo marrëdhënie dhe si vazhdon më në jetëria e saj? Të kundërtat tërhiqen, e dim tanë. Megjithatë, Gjorgji në thellësi ka qenë edhe artist. Gjorgji Karasaksit. Pra, gjana që na nuk i dina këta. Dhe i ka ra me estradën profesioniste. I ka ra një periudhë gjatë, edhe kjo ka qenë edhe miqësia me Bardh Smajen, që ata të dy kanë pas, kanë daj i saks për gjys, o talëshin, se saksin e kena da për gjys, o talëshin njëri me tjetrin. Gjorgji në thellësi ka qenë shumë artist. Mren, për shembull Gjorgji ka piktura, në shtëpi që i ka ba vetë. Ka ba gjithçka, Gjorgji ka qenë gjithçka. Me shku mirë me mu nuk ka qenë thjesht, por ai vetëm mundet me e dalë. Ka ba shumë piktura? Dhe, jo, shumë, po që ka pas qef, si me thamë me ba, ka ba tjatin. Portretin e tjatit edhe Beethoven. E kam të ekspozume, njëtë ka pas shef, me lapse. A ka pas shef me të bane i herë portretin ta, ose qoftë edhe nudismin? A të ka ba me herë portret nudo? Nuk, ja. Të dhja për i herë që më kuriozëve. Ja, nuk s'kam kenë. Nuk ka vëtu me thëndu. Se kur në të dëjtit. Ja, nuk e besaj se që kenë, për burët shkodran, ka Nuk datë në e besoni, s'ka A di se si ka ba, se ka thonë ba me i ba nudo, kja për karakter që ka me vunë salën. Ka me foto në Shkodra. Edhe bahet. Nuk ka si gjatë kej që kjo pjesë. Unë e di, se në ki pas thonë diçka shumë bukur dhe shumë frymëzuese. Silvia, ka ardhë një jetë kur ti ki kënë 43 vjeqe. Po. Silvia është bëme me dorë, ti e bëme punë dorët më i dalë. Silvia nuk ka në mënyrë naturale, unë kam pritë, dhe kur jam binë, të pas një burë shumë të meqem, një burë me një kurajo dhe me një civilitet të ndryshem prej të tjerve, kena marrë vendimin me ba në mënyrë jo naturale, unë kam ba në vitro, bajt fjara për 2002-shin. Në fillimet, kur filloj, më njoftin vitro. Dhe ishte, dhe ka kënë një periull që në Bologna në një qener kështu, private. Unë shkova në Itali, u transferova me gjithë Gjorgje në Itali dhe fillu me punë në Itali, sepse u do të me kënë punë, sa tu ishte më nej, u doshin miliona. Në i cimar, është kalvar, është sakrific, sot s'ashtë kur gja, i den,
me ba, nuk nëllë kur gjanë sot, për atëherë ishim para të papriturave, kishim shumë pikë pyetse. Dhe ne kena hi me ba me 12% probabilitet. Doktori më ka thënë 12% mundësi me met. Edhe, po më ka thënë edhe është 3 mjet i fundit. Kështu që Zoti ma ne ka vu dorën e vetë për me në animu, sepse unë nuk kryosha vë si kryojnë vajzët e reja, kishin 30 vë njëna, për shamu, unë 3. Kur kanë aspiru vë të mija, kanë dalë 4, se kanë 2 e 2, kanë që binjake. Wow. Ma ne kanë injektu 2, kanë zanë të 2, dhe 3 mujsh ka dalë njëna. Silvia, Ajo Silvia, Po, pse fantastike. shkoj ka zvonërit, ishte të një karrierën në sensin shumë vite që Ja, nuk vite dhe ne nuk kishim, si shim atë që hapon, sot është kollaj me fol, po bëhet fjalë për vitet 90 që ne nuk kishim atë që hapon sa me mendu që mund të baten në mënyrë artificiale. A përjeton i fije këtë pjesën kur s'mund është bëha fëmijë femna pak? Jo, po unë kam kënë gjithmonë e binun se kam e ba. Do me thonë se ki mënu, bravo. Kur s'kam mendu që nuk bëhen, asiherë. Do më thënë ai trishtimi që me këta të melodramat harroj. Zero, Ja, s'kam pas kur. Rit, e the që me fjallë në një mosh tjetër, ma madhore, se në gjithmonë Sa ti bajnë? Ma thuj së çfarë ndjesiet është me u banan me një mosh ma të thyme i fije. Jo krejt të reja si jena mësuan, për shumë janë ba 21 vjeqëna. Po pra, Ma si 20 vjeqë. që më thonë, përse kene lebe, kur jam bananën. Që më thonë, përse pa vajzë edhe ty. Tonë filozofia është se unë nuk di me spjegu këtë gjë. Unë di se jam bananën, nuk Asë një lojnë në shumë gjë, s'ka rëndësi, s'ka pas rëndësi. Kam pas një shtatë dhe një yllë të bukur, shumë të kamshme, dhe më thanë, rritë e timoni makinë, barku të timoni makinë, gjirët e ditën. Isha e lirë, kisha realizuar të ëndrën të me ma të rëndësishme tjetës, dhe unë as ka pas vjallë, as probleme, as kështu, hiqë, as sa. Ka ke një ëndër që ti ki dosh me plëcuat, as me t'hinë sy. Unë kam jetu si 20 vjetë, që pra ne nuk di me të thanë. Që do me thanë me kanë 20 ose 40. Okej. E saj? Nuk më nani diqa që the, nuk e menova asë njëherë që s'ka me pas fëmijë. Jo. Dhe realisht këtë dhe një mesazh që nga njëherë mendimet tona, fjalët tona manifestojnë. Manifestojnë, po, ne jena aja që menojmë dhe mund bana fix aja që dona me menojmë. Po. Okej, shumë faleminderit për këtë ndove me ne, sepse është në njërë shumë personale, por veç gratë e gudzim shumë me ne. Sa është personale, sepse unë kisha me dashi gjdo kush që e ka këtë dëshirë, se mundet me ka vajza që nuk e kanë këtë dëshirë, gjdo kush që e ka këtë dëshirë me rrugën teme, pëse ja? Ashtë që thjesht, ashtë e tremshme kotë. Sa ashtë që thjesht, ashtë të vjen zoti me dorë të vetë, krejtë rahat. Atëherë, më qenja të mërkuria jo të Silvia. Po. Këtë më shkanë goja langë mu. Atëherë, të pas parasysh që Silvia ka fatin më rrit me një nanë artiste, që është artiste në çdo qëllisë saj. Aja ke një këtu këtë magjinë e artit. Silvia? Kam pas nevojë me butë Silvia me thonë drejten është e talentume. A vajzë e talentume, këllën bukur. Në periudën kur iku Gjorgji, pat një mu një Fatos Berisha që e falenderoj vërtet, Kushtrim Bekteshi që prap e falenderoj se e mershin kështu si figurante, me dhe me këse në qfaqje, ajo unite si kolegeve dhe ta, dhe pat ba një rol ku ishte vajza jeme, edhe e Pjerin Vlashit, që ajo edhe shumë fort se e kam babë, thot, pa të ba një rol shumë mirë, edhe krejt kolonën zanore, të krejt shfaqjes, The Perfect Strangers të Paolo Genovezes, krejt kolonën zanore, fatose ja besoj Silvia se anit e Silvia që kënu. Dhe ka ken një këngë Enis Mullajt, që ka ken pjesë e festivalit Lulebor, Hana paska me të vetë me trishtu me në vetë Që e ka kënu më mrapa më nej mentor Haziri, është e vërtet. Dhe Silvia kënoj këtë këngë dhe ishte kolona zanore krejt shfaqjes, e kënu të të shëparë, se për të ndi si futet... Edhe e kënon shumë bukur Silvia, sa e kam nej. Silvia të e kënu live, dhe
përveç satisfaksionit personal që aja ka pas, po ndjenja që unë kisha që mirë se e mora, se unë e mora për me naj me mu, se s'kisha me kemë naj në shpi, se si ishte Gjorgjima, unë e kisha për halë. Po, pakër po justifikon vendin, po e bani punë, si me thajnë. Edhe Rita që ka cikletin se po marrë dhe di kam mas të rinë këtë pakë. Jo, e kisha halë, sa e ishte vërtet një vajzë adoleshente. Kina një gjotë Se filmi ka ballë 2 këngë. Po. Me Shkodra elektronike. Shkodra elektronike është autori i të 2 këngëve që ka bërë Silvia, një në Festival Ulebor, këtu tjetrën të këngë magjike, se Silvia është big. Silvia është multitalent, është shumë e talentuar. Po Silvia ka zgjellë vetë me dëshirën e saj, me ba psikologe, që duhet me kënë pak artist, për me ba psikologun. Me pasat e empatin që... Ajo e shfrytëzon talentin e vetë aty. Aja zbulojnë vajzave si më thërët mu Silvia. Jo la poezi. No, po kalon jo la poezi. Po Silvia ka allë shumë humor, në qofë se ty të shofë të pjesa e dramë, Silvia në shofë të komedia shumë, ka shumë humor, shumë kreative. Silvia dhe ka një se ka më dhamë, bukur i kam qitë 36, kup qilës. Silvia është si dil, kaq. Sa gjo e bukur me pos një deal njëtën tomë. Absolutisht. Për pos deali që nga ka falë zotë. Edhe një deal tjetër, edhe një deal tjetër. Rit kam nevoj me të pytë, unë e di që ti e din përgjigjen. Po që ka nevoj sa të kësh është një aman me këto gjona që nga shofin. A ti kom qove mu me këtë pytje? Hajti herë. Ke qunë 2016. Apo 17, ja 2016. Në fund 2016, se më kam ba dhe turnimet. Dhe tanë me ndoshin se më bëj dhe turnimet. Shkodrant. Dhe turnimet si mas rritës. Se mas me jetë. Unë ja kam pas, nuk na e dha të drejtën, autorit nuk dishim ku me gjejtë Benin, edhe ne e vadhëm, por s'ka ne problem, e grabitme. Por, nërkohë, dhe më thanë... E kina marru ha. E kina marru ha, e kina marru leje, i kishim marru leje atje. Gjithse se Benini është shumë pozitiv, bëhe diti vjen mirë, direkt. Ma mërmane, sepse... Benini, banaj që bami e lyp nga kishtë të vanë. Mu jo, shifti e bani ju dërmanë. Nëjse. E kina fillu me seks të... Unë në atë periud, sa po isha ba kështo drejtori i teatrit, o vajza kam nej 8 vjetë unë drejtori i teatrit, e kuptoni? Sa shpejt kalon koha, ose kena perceptu hiq? Ja, unë e perceptoj kohën, sepse drejtori i teatrit, Rita Gjeka, teatri Migjeni, ka në një lullëzim total. Sepse unë kam gjetë teatrin Migjeni me 5 miliona, vjetra kështo dhe... Ka gjiru teatri me shfaqe. Kam arrit me balët shfaqe me 20 milion. Shfaqe me 10 milion, me 15. Kam ba festival. Qas kam ba? Sa shumë kam ba. Kena ba teatrin e kukullave, kena ba festivalin për shkollat e mesme, orkestra, shumë pupa, me menu vetëm që ashtë përdor në qfaqje të Gomari Babatasit, ashtë përdor krejt orkestra, krejt banda. Dhe më thonë, 62 vetë s'kenë për i herë. Po hajde me një sot 62 vetë. Edhe kjo është një arritje shumë e madhe, po më rrit pak dhe turnimet. Dhe turnimet i kam bani 2016, edhe pata marrë një regjizor të ri, shumë i talentumaj, edhe unë Dritan Sejamini, aja është i martu me një shkodrane, Rudiana Rasha, që është artiste dhe aja, një djali rrallë, pa asë një diskutim, një djali sëqut, Qifti mrekullushëm. I but, shumë i sëqut, njef punën, aje dite shumë mirë që unë nuk e di pëse nuk e thrasin atë njeri, aje njeri duhet të kenë në tana skena shqiptare. Po, jo vetëm apo edhe Rudiana, se Rudiana këmë Rudiana shumë thire sa dosh nuk vjen, shumë herë kam thirë, nejse. Se më i Rudiana. Edhe në atë periud, ne si teatr nuk ishim as gozhda, as drasa, as perte, s'kur ku qa, 0. Edhe si me marrë lek prej bashkijet, i vend lek si kur u doshim për këtë shfaqe, dhe u doshim për këtë shfaqe, dhe më thanë 3 metër kub dras, se qa mund t'i duhet një shfaqes 2 drasa me 3 metër kub. Dhe më thanë kena marrë me një teatr për fillimit.
të bakë si hilesh, se s'kishim kur gjame, nuk kishim asisën. Mirë po me një autor edhe një regjizor tjetër, nuk mund të basha, këtë mund të basha veç me vedi. Këtë gja, edhe deri tash më kena pas drosa për një saj kohë, që 2016. Ka që pat me blejt shumë për i herë, si me thënë, ba me një grumull të mirë gjanash, që na u interesoshi, ba me qilën, ba me shumë gjana në atë periullë. Për pos faktit të asaj që a thonë dhe të urnimet, se urnimet mësojnë si me dasht, si mos me urry, si mos me vjallë, si mos me hell tjetrit, si mos me harmoni me një tjetrit. Si mos me pas lakmi, se një na të merën ke lakmija, se një na fillon gjithë shka prej zeros, po si fillon prej zeros teatri Migjeni, si mund të fillojnë prej zeros? Se ka menu kur se fillon prej zeros. Mi fundamenta shumë të fort, fillohet diçka shumë e mirë. Është e vërtetë. Kur ja zerën ti? Atë dhe mira, zero dhe mira më shumë. Asaj që kanë bat tjerë, ti vetëm hup ti. Se kur zhas fillot për zeros. Që asë luksurja, që thojnë, si për këtë lakmija. Lakmija. Smira. Zut e pas mirë, zut e pas lakmi, duhet me e dasht tjetrin. E vërteta, kam një moment aty që, se më vinë kam disa fleshe kështu, që e vërteta thot, ka veç i rrugë. Edhe tanë rinë të pritesh, cila është kje rrugë, me e thonë mërë. A shumë e thjesht. S'ka bardhëzi. Sa e thoi njerëzit vërtetën në këtë shoshni? A shumë pak e mëdhimen ata që nuk e thonë. Se mirë, unë ty s'po ma hell mu. Ti nuk po dëllë me ma thanë. Okej, unë e kuptoj. Si të ma hell mu, një ty e hell vedit. Ti ma dhe me ma në vedit se mu. Pra ne i thoksh, dhe një zoti e urnimet e nuk e di kush. E vërteta ka një rrugë. Vetëm e thanë. Kur të thush e i la, a mirë, a ram, a keqa, a blu, a jeshil, që të si ka. Në thënë që ti e ke thanë. E se kur e ndanë diçka të thadëram, ose të do e kanshme, kur e danë me dike tjetër duke se kur i ty da diqa tamen. Duke se shumë shpesh nuk i ki marrë parësish as pasoje që mund t'jetë që mund t'ketë e vërteta. Se për shembull në shumë Nuk i ka marrë parësish, e kam pësu, organizume nga shoshnia civile, ti ke ka ndërtpara që ki ardhë, ki fol, ki protestu për problemet e shoshnisë shqiptare. As nuk i e volë, as nuk ka marre, as nuk ka turp, as nuk i di ba kur gjane, kjo se ti thutë vërtetën. Rrici duket sa që nuk reagojnë për asë një gjonë. Nuk e marrë vesh, nuk reagon absolutisht. Nuk e kuptoj për gjëna, më jena shumë gjëna. Koma të mala, jena ta një popullit tanë. Nigja, përderisa kërcnohesh me bukën e gojës, deri ditën që ti të kërcnohesh me bukën e gojës, ose me bukën e gojës nënës, motrës, vllau, tezës, taqës. Se e kishe ti, këtë e thoshune. Kje është evidente sot. është dramatike, kje është skandaloze. Unë nuk që i zanin se kam frikë se më hekun prej punët. Të më hek prej punët, la fëmin të më babuk. Edhe nuk e kanë ma njerëzit, qytetarët, njerëzit që jetojnë këtë vend, nuk e kanë luksin me kanë pa punë, sepse ata nuk kanë rezerva. E di shumë mirë një gjatë tjo, se mu më thohet, më flasin njerëzit çdo ditë, më thonë vërtetat e ty në çdo ditë, edhe njerëzit ankohen çdo ditë. Ankohen kafeneve, po kanë harru se nuk mundesh mu anku vetëm në për kafene. Ne, si popull kam frikë se kena dhe më thanë deri që t'na vinë shpirti me dalë, durojmë shumë. E kena deri në ashtë, kur shkojnë ashtë, ne kena vërtetu që durojmë shumë. Në thanë, ju zini gjanë, se jeni vogla, po unë e di sa durojmë. Rita Silvia është studiu jashtë apo në shkollë? Silvia është në Padova, është lauru, ka marrë diplomen, të është i pret me ba një, aja si thot master, i thot magistrale, në kjo se nuk jam gabim, nuk e di jasë shashtë. Pret me u registru të një magistrale që i dënaja vetë, po gjithmonë diploma e saj, se s'më pyt një si e ka pas titullin diploma. Si e ka pas pra titullin diploma? La terapia dell'arte. Dhe kisha qenë me stalke. Pyti. Në skenën e teatrit Migjeni, ke vu një prej artistave më të muaj, më shkrimtarve më të mirë, që i ka lanë emën këti qytet edhe jo vetëm Ernest Kodiqi. Kum ke dalë. Ashtë në qoftë se ne duhet mu krenu në herë me në i gjanë. Se ne kena hapë këtë podcast me fjallën Shkodran. Kjo se na duhet mu krenu në herë me në i gjanë. Me gjuhen jashtë zakonisht të amel, melodioze, të pakrahasim, duhet me ledu Kodiqin. Ti e gjenë vedin të pasën, ty ledu një tregim, jo me ri ledu, po një tregim të vetëm.
Koliqi është madhështor. Madhështor, dhe më thanë, si kategori estetike, kam fjallën. Është disha maj madhë se e madhja, nuk di si me e përkësi. Unë po ta pas, dhe më thanë, jo çdo e keqe vinë për keq, ka i herë. Absolutisht, ja. Ra pandemia. Dhe për hirë vërtet, unë dosha që trupa jonë mos të flete në atë periudhë, se të atë nuk na e lashin me u hapë. Trupa ishte e re. Po imagjino me ranë letargji, ata fëmijë, u kisha hall shumë të madh. Atëherë bana, këtu ka kanë një moment përdhunimit në rthojza, që edhe ma kanë pranu dhe s'ma kanë pranu, po më kanë pranu se ka qim doshin fort e pranune. Unë i detyrova me marrë Koliqin, me i zgjadh vetë, dhe çdo njëri prej tyre me kanë regjizori i një pjeset, dhe çdo njëri prej tyre me kanë aktor të secili, domethënë kishte një lloj rotacionit midis tyre. Edhe bashin aktore, edhe bashin regjizora vet. Ne bëmë 6 shfaqje. Këto 6 shfaqje i bëmë në përpika të ndryshme të qytetit, këto do të mi bëj jashtë. Është vërtet në kohën e pandemisë. Përpos kësaj, unë mora një vendim tjetër dhe thash, po mirë, po pse si him ne me Koliqin duhet me hinë për shtëpia? Sepse është gjithçka me arkapi, në bornë, në shkallë, të pusi, janë tanë këta temat. Atëherë për zgjolla si Mazvedit, Dudas, Kiras, Moscaj, që ishin tanë të logjet këtej. Se këtej i bëme ne, se i bashim rrugë. Ma nej, Koliqi, po Koliqi duhet me shua aty ku duhet. Pa ta shku të Gzim Galiqi. Ishte jati gjallë për Zërfadili. Çfarë pritjet? Nina vite marrë, se si na pritëshin familjartë. Nina vite zërmër, në ty hinë Gjermani, ty sa ka tu lullet. Se hishim me objekte me gjana, hishim se në du që me bëtë shfaqe, Ata thirëshin njerës të vetë, familjar, ti shifsh ata zojat, kërpitër në rrallë parë, ne ti bëtë shfaqe të Gzim Galiqi, të Alitula, të Shaqif Hoxha, kam bëtë shfaqe, të Miranda, Golemi, Diana. Kini gjitë borët mod bukra shkodrane. Kam bicikletë, kam shetit, se dosha me ditë, pasanej. I kam qu deri të Orhan Miloti atje, të ku bëhet mozzarella të këta sanet atje, sa më do të një gjak sho e madhe, 6 shfaqje, 6 premiera, pas i lek. Po, edhe këtë vend vetëm teatri Migjeni. Trupa e teatrit Migjeni me kryrë të gjejken, bravo. Pa për sa bukur ka kena, dhe më thamë, i herë vjetë do të me ba, gja bukur s'peba. Si ka mundësi i rritë që ti çdo gjatë që ki prunë s'ken, ti ki thuj të bo, ti ki ba qytetin me fol, ti ki ba qytetin me vu firma. Me gumëzhit. Kushtrim Bekteshi, Kur doshin mu mlellë se kena vesh s'ja tartufin tartufin, një nër dramat ma të bukra. Veshet tartufi preft që ja vesh në tana shfaqje të botë, është shfaqje 1700, veshet preft tartufi, e veshin Shkodër preft, Shkodër katolik me mytë. Po nuk erdhi më njerin Shkodër ku ka marrë. Janë që me mytë mojnë, nuk dimet me degazit, me se kishin kuptu. Gabim. Po nuk i kuptojnë artistat, janë shumë Një shfaqje që shpalos mënyrën metaforike, konceptuale, komplet korrupsionin e një shoqënie. Hipokrizi. Veshet dhe tartufin e vesh si prift për me besu tjertë. Pra i në vlerë asaj robë, pambarësisht se e ke që përdorë personazhi. Po, Kena me ba, në ndihmon shumë në podcastet tona kena sponsora që i falenderojmë të tanë pa mas, por unë e di që kena një ofertë nga IBC Telekom, realisht. Unë me thamë drejten me këtë IBC Telekomin, i kam punë shumë mirë. Për hirë vërtet, zot me thamë që janë një kompani shumë e kenë. Shumë e sakt. Këta me marë ma parë përgjigjen telefon se ti ke banë numërin një herë, pa asë një diskutim. Qëfar do lej gjajt, të vinë në sekonda, pa asë një diskutim, unë i falenderoj jashtë maset, sepse këtë kam personale, ma ju bani... Kam përshtypje si o ka lidh arti bashk. Na ka lidh arti bashk, e të kenë një artist i personave të cilët kanë këtë kompani, unë menoj se është edhe qytetari. Jo vetëm artist, është edhe qytetar. Atëherë, IBC vjen tani me një kombin më të ri, internet me shpejtësinë 500 me 50 MB për sekond, paketa televizive Super IBC, Tring plus Digital Premium, me çmim oferte 2.490 lekë në muaj. A se sa më krejt mirë. mirë. Jo, që shmimi më i mirë në treg sot për sot, sepse unë i kam kontrollu.
Po, fantastike. Ja pensionisë më kontrolloj gjithçka. Ta mua ta marr për lek, po fam. I ka ardhur fundi këtij podcast me keqardhje të mëdha, sepse realisht ne bëmë najt mundën e më najt deri në Sernate dhe Rita ka më në fund pa fund, absolutisht po. Por kam shumë dëshirë me një prej teje diçka nga migjeni i madh. Edhe po ta lak për zgjadhje në dorën tënde. Migjenin në filloj e s'marra edhe se vepra jeta e shkurt e ti, vepra e shkurt dhe shumë koncize e ti nan hapsina sa dush me ba qa dush, po unë kam një noshta që i kështatit ma mirë, ma me indit, dhimjes që jena pi kalu si qytet. Se Shkodra ju e dini që është qytet femnor. Me ka një thënë Shkodri. Unë përbaj balad qytetëse. Faleminderit. Mram, qilla dhe yte bram, një ngjarje të trishtu me parë. Ja. Për një gru, me ftyrë të zbel, me sytë të zëzë si jeta e saj, me buzë vyshkun në vaj, me plag në gjokë se stolisën, me veshje me shpirt grisën. Një hije gruje, një kens këso bote, një fantom uje, valzon të valin në rrugë të madhe. Dhe hapa majtës. Dhe hapa djallë. Kam zbafën me zemër të plasin. Dhe hapa parë. Dhe hapa mra. E flokë të thime, me njësit ngrime. Dikur kur gjitë e saj me kreni, gufojshin në aromë, kur ishte e njohë. Atëhere dashunojshin shumë zërni. Hesat. Jeta saj është kjo valle vyshku, kjo jetë shterë, shpirt i molisur, zemër e therën, një zavori, një jehon, që valzën natën vorë, në bërë rrugët e qytetit to. IBC Telekom vjen tani me një ofertë të re, ofertën për telimiteve. Për të gjithë klientët e ri, në Tiranë që barapaguajnë 6 muaj, marrin plot 6 muaj falas. E janë pranë pikave tona IBC. Paguani 6 muaj dhe për 6 muaj të tjerë mendojmë ne.